Familja emblematike e Jasharit ka qenë sërish në qendër të vëmendjes, këtë herë për një ngjarje gëzimi familjar. Hamza Jashari, një nga anëtarët e familjes, ka celebruar fejesën e tij në një aheng tradicional, ku nuk munguan muzika, valle dhe atmosfera festive. Pamje nga festa e fejesës janë publikuar në rrjetet sociale dhe media, duke të rreshur interes të madh të publiku. Në to shihet një ambient familjar dhe i ngrohtë ku të pranishëm janë të afërm, miq dhe dashamirës të familjes Jashari. Ajo që bie veçanërisht në sy është pjesëmarrja aktive e Murat Jasharit, i cili shihet duke vallëzuar me plot energji dhe emocion për fejesën e nipit të tij. Vallet tradicionale, muzika popullore dhe atmosfera e gëzimit e kanë shëndëruar këtë fejes në një moment të veçantë për familjen. Murat Jashari me vallëzimin e tij ka reflektuar jo vetëm gëzim personal, por edhe rëndësinë që këto ngjarje familjare kanë ruajtur traditën dhe lidhjet ndërmjet brezave. Familja Jashari njihet gjërësisht për rolin e saj historik dhe kontributin e jashtëzakonshëm në historinë e Kosovës. Për këtë arsye, çdo moment i jetës së tyre private zgjon interes të veçantë te publiku. Megjithatë, kjo fejes është dëshmi se përtej simboleve kombëtare, familja Jashari jeton edhe momente të thjeshta, njerëzore dhe plot gëzim si çdo familje tjetër shqiptare. Fejesa e Hamza Jasharit u karakterizua nga një organizim dinjitoz, respekt për ndaj traditës dhe një atmosferë pozitive. Pamjet e publikuara janë pritur me komente të shumta pozitive, ku qytetarët kanë uruar çiftin për një jetë të lumtur dhe të begatë. Kjo fest konfirmon edhe një herë se familja Jashari, krahas trashëgimisë historike, vazhdon të ruajë fort vlerat familjare dhe kulturore shqiptare.